Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me lajmet më të fundit rreth ngjarjeve të Big Brother VIP Kosova dhe Albania. Produksioni sapo bëri komunikimin drejt Labinot Rexhës për t'i treguar që gjyshi i tij ka ndruar jetë. Labinoti u prej jashtëzakonisht shumë, normalisht si çdo nip që do të ndjeheshte për gjyshin e tij, do me thënë Labi nxori në pa dhe një dhimbje shumë të madhe që zotëria Aliu, i cili ka ndruar jetë, ka varrosur edhe dy djemtë e tij. Do me thënë xhaxhai i Labit edhe babai i Labit ka ndruar jetë duke i patur prindërit gjallë. Gjithsesi, Labi do të jetë pjesëmarrës në varimin e gjyshit të tij që besoj do të bëhet në Rahovec. Familja akoma nuk është se ka dalë me një komunikim se ku do të bëhet varimi i gjyshit të Labit. Do vazhdon rrugtimin dhe lojën e tij në Big Brother. Unë mendoj që Labinoti nuk duhet ta ndërpret lojën, është një banor që diti të tregon një dimension shumë të bukur të vetin, diti të tregon një anë shumë të bukur të tij, edhe pse fillimet i kishte pak jo stabël brenda shtëpisë, por këto javët e fundit, sigurisht që nga momenti kur takoi bashkëshorten e tij në dhomën e rrëfimit, Labi ka ndryshuar krejt lojën dhe duket një djalë shumë njerëzor, një personazh që në fakt edhe mund të synon të fiton këtë Big Brother në qoftë se mban këtë rrugtim, por ditën e sotme ai do të jetë pjesëmarrës në varimin e gjyshit të tij dhe së bashku kuptohet me njerëzit e produksionit, Labi do të kthehet në shtëpinë e Big Brotherit për të vazhduar edhe më i fortë rrugtimin e tij drejt kësaj loje të fuqishme.